Ndryshimet klimaterike prekin më së shumti sektorin e bujqësisë. Të parët që e vuajnë këtë fenomen janë fermerët kultivues të patates së hershme në zonën e Divjakës, por edhe të gjithë fermerët e zonës bregdetare që kultivojnë këtë kulturë në fushë të hapur. Kapriçot e motit që çuan në uljen e temperaturave dhe rënja e brymës, fenomene që nuk janë hasur vite më parë, dëmtuan bimët e patates në masë të gjerë, në zonën e Divjakës, ku çdo vit minimalisht mbillen rreth 400 hektar patate. Pasojat e këtij fenomeni duken këto ditë kur ka filluar vjelja masive e patates së hershme në fushë. Rendimenti mesatar këtë vit luhatet nga 30 deri në 50% të prodhimit të vitit të kaluar bujqësor, plus që ka edhe rënje të cilësisë e cila përkthehet në çmim më të ulët dhe përrjedhoj të ardhura më të pakta për fermerët. Patatja shumë dopt. Ne i vrau ftohtë në radh parë. A keni përfituar subvencione qoftë për karburantin? Fare. Unë i kam me qira ato tokat. Unë i kam 150.000 lekë qiran, dy lymi. Gjitha me qira, unë dy lym tokë kam, ato i kam burrit. Vetë s'kam tokë këtu. Me që do bëjmë dhe dy lym tokë. Gjitha me qira. Prodhim s'ka edhe 500 lekë. 500 lekë edhe mos a marrim ullë sot e. Se lozin tregtartë. Këtë punë e bëjnë tregtartë. Prandaj atë zonjës, ministres, bujqësisë, i bëj thirrje që dalin, mos dalin vetëm gazetarët. Për voto dalin ato, janë shumë mirë. Prodhimi si vjet i shumë i dobët. Na goditi herën e parë, na goditi ngrica i ftofti. I thau njërë, po e morën veten, thamë shqyqyrë. E goditi për shdyti, e goditi vrugu, uzi, që i themin e, kalbzimi. Si vjet nuk ka as 30% prodhimit. Do flasim me, shikoni prodhimin. Qa të flasim ne? Pse është rendimenti i ulët, se gjithmonë ju keni dalë mirë me patate? Qa kemi dalë mirë ne? Ja. Ftoti qa bëri, dhe fara tjetëri sa mbolli, ngelin vend ka tje ka njës. Është viti me i keq që ka ndodhur, ndikoj dhe koha, ndikoj ngrica që ish armiku nëmër 1 për bimin e patates, i ka tharë gjitha, dhe rezultatet duken se po shkullin fermerët gjithë. Për momentin vetëm fara ngelet, se për të shitur as shpenzimin nuk mbulon. Fermerët si zakonisht kërkojnë një ent rregullator nga shteti, pasi tregtarët po përfitojnë nga djersa e tyre, gjithashtu për efekte burokracie, shumica e fermerëve nuk kanë përfituar subvencione apo edhe karburant nga skemat mbështetëse të qeverisë. Madje ftojnë ministren të vinë në fusha e të shikojë me sy realitetin e tyre.